إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر واعلموا أنكم غدا بين يدي الله واقفون ستسألون عن أعمالكم وأقوالكم اللهم يسر لنا الحساب وقنا العذاب برحمتك يا عزيز يا تواب روى الحاكم في مستدركه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيصيب أمتي داء الأمم قالوا يا رسول الله وما داء الأمم قال الأشر والبطر والتكاثر والتناجش في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي. Të nderuar vëllezër, të nderuara motra, pejgamberi I Zotit sallallahu alaihi wasallam na drejtohet në një fjalë të tij, në një këshill gjithëpërfshirëse, në një paralajmërim se cilave vepra duhet t'i qëndrojmë larg, ku thot, ummeti im do të preket nga sprovat dhe smundjet të cilat kanë prekur dhe popujt të tjerë para tyre. Ummeti im do të preket nga smundje me të cilat janë sprovuar dhe të tjerë para tij, prej ummeteve dhe kombeve të mëparshme. I thanë I dërguari I Allahut, e cilat janë këto smundje? Nis dhe I numëron pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ku thot al-asharu wal-bataru. Mohimi I të mirës, pra mosmirnjohja ndaj mirësive të Allahut në përgjithësi, mohimi I të mirës wal-bataru. Al-bataru është një grad mendje madhësie e cila prodhohet nga të mirat që I ke rreth e qark vetes. Rujna Allah. El-asharu, mosmirnjohja. E pyet dikë dhe I thu, si je? Pyetje shumë normale. Hajde si gjithmonë. Fillimisht do të kish qenë e udhës të falenderojë Allahun subhanahu wa taala. Dhe dhe Zoti Xhelel Xhelalu në Kur'anin e tij famlar na drejtohet dhe thotë la in shakartum la azidannakum. E nëse ju falenderoni, do u ashtoj ato mirësitë. Por nëse do të jetë e kundërta, gazebi I Allahut, dënimi I Allahut patjetër që është I madhruar në Zot për dënimin e tij. Wal bataru, një mendje madhësi të cilën e arrin njeriu ose I shkaktohet njeriu, e favorizon veten e tij njeriu me të nga të mirat e tepërta. Si për shembull, si rasti I Karunit. Karuni tha, më është dhënë mua kjo, pra I gjitha kjo pasuri që kam, si merit dhe mirësi prej meje. Ndërsa diferenca midis tij dhe besimtarit është se besimtari thotë se I gjitha kjo është mirësi prej Allahut. Nuk ja atribon aftësisë së tij. Nuk thot se kjo është aftësia ime, arritja ime, përpjekja ime, sepse të shumt janë ata të cilët përpiqen, të shumt janë ata të cilët gëzojnë aftësi të ndryshme në jetë,
mirë po suksesin, ose nuk e ka korrur atë suksesin të cilin e ka synuar që e ka patur objektiv të vetin. Allahu në surën Kahf na përmend edhe shembullin e atyre dy personave që njihen ndryshe si sahibul xhennetein ose të zotët e dy kopshteve, ku njëri i krenohej tjetrit. I krenohej ai shumë të nderuarit e mi, sa mendoj se kur një nimet, një mirësi të cilën ai e gëzon, nuk mund të largohej prej tij, por ja që u largua. Ja që çdo gjë që ka fillim do ta ketë dhe mbarimin. Ja që çdo kush domethënë thon një shprehje arabët, kur pema ke Zoti nuk ka arrit. Ndërsa Zoti flet në Kur'anin e tij famlar dhe thotë: "Innaka lan takhriqa al-ardha wa lan tablugha al-jibala tula." Tokën nuk e ke ndarë në dysh dhe as lartësinë e maleve nuk e ke arritur. Njeriu të nderuar dhe mirë është krijesa e cila është përgjegjëse për organizimin e jetës mbi tokë. Është rregullatori ose duhet të jetë rregullatori. Mirë po kur ky rregullator del jashtë funksionit, kthehet në shkatërrimtar. Kjo ishte dhe frika e melajkeve, kur Allahu xhelle xhelalu u bëri me dije se ai do të krijojë në tokë një mëkëmbës të tij, pra një i tillë i cili do të zbatojë ato çfarë kërkon Allahu. Ata ju drejtuan dhe i thanë: "Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." A mos vallë do të vendosësh, do të krijosh në tokë të tillë të cilët bëjnë shkatërim. Pra kishin parë shkatërim me lajket para njeriu. Krijojnë gjakderdhje. Ndërkohë që ne nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ne të falenderojmë, të madhërojmë ty, të japim atributet, domethënë përpiqemi për t'i dhënë ashtu siç duhet. Allahu ju drejtohet dhe i thotë: "Qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Unë di ato që ju nuk e dini. Pra, nga këtu marrim se detyra e njeriut është të rregullojë, jo të shkatërrojë. Detyra e njeriut është të jetë sa më modest, sa më bashkëpunues, sa më tolerant. Jo mendje madhe. Jo njeri që ka gëzon tek vetja unin, ushqen unin. Nëse nuk do të isha unë, nëse nuk do kisha vepruar unë, kështu them unë, kështu bëj unë. E tha një herë ai shejtani i mallku, dhe u mallku prej mëshirës Zotit xhelle xhelalu. Qala ana khayrun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Tha unë jam më i mirë nga ai Ademi. Mua më ke krijuar nga flaka, ndërkohë që atë ke krijuar nga balta. E futi unin në përdorim dhe unë i prodhoi mendjemadhsinë. Dhe do të ishte pikërisht ky shkaku që ai shejtani i mallku do të përjashtohej nga mëshira e Allahut. Thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah: tre janë gjunahet e para të cilat e kanë që janë bërë Allahut subhanahu wa taala. Tre janë gjunahet e para të cilat i janë bërë Allahut subhanahu wa taala. Pra që po të thotë që origjina e çdo gjunahu është e përkufizuar në këto tre. Mendjemadhësia, e cila përjashtoi iblisin nga mëshira e Allahut, që do të thotë që duhet të qëndrosh larg mendjemadhësisë. Dhe edhe profeti alayhi salatu wasallam ka përshkruar se nuk do të hyjë në xhenet ai personi i cili ka në zemrën e tij qoftë sa një mel, sa një grim smeli, domethënë prej mendjemadhësisë. E dyta, lakmia, kurioziteti i pa kontrolluar, i cili thotë nxorri atë Ademin prej xhenetit. I kishte të mirat e Allahut rreth e qark të gjitha, ndërkohë që kurioziteti, dëshira për kuriozitet, për lakmi ndoshta deri diku, e bëri që të vinte në tokë. Ndaj ne të nderuarit e mi, kur themi që jemi miq në këtë tokë, e kemi përjardhje nga xheneti, mos e ngatro rrugën, shkon në xhenet, ktheu në xhenet. Mos e ngatro rrugën e shkosh në xhenem. Se e ke përjardhjen prej atje. Kur del prej shtëpisë tënde atje, kthehesh sërish në shtëpi. Ndaj
strehimi ynë ka qenë xheneti dhe ai duhet jetë, atje duhet kthehemi. Dhe i tretit nderuarit e mi, dhe ç'është më kryesori për i cilit nuk shpëton thuajse askush përpos profetëve, të cilët i ka mbrojtur Allahu, thotë është hasedi, smira. E pyetën Imam Hasan el-Basrin rahimahullah dhe i thanë: a depërton hasedi tek besimtari? A depërton hasedi tek besimtari? Po patjetër që depërton, patjetër që depërton. Nëse nuk do të kishte depërtuar, si do të ndodhte që ai Kabili të vriste të vllain Habilin? Pra ishte hasedi, ishte smira që e shkaktoi pastaj dhe gjakderdhjen për cilën e përmend në fundi i këtij hadithit. Si do të ndodhte një diçka e tillë po mos ishte hasedi? Por diferenca thotë e besimtarit dhe të paudhit është se ai paudhi e shpreh hasedin e tij, ndërsa besimtari përmbahet, domethënë e lën deri në zemër, nuk e lën me dal. Nuk e lën që ky hased të dëmtojë të tjerët qoftë me gjuhën apo me gjymtyrët e tij. E kontrollon, pra e menaxhon. Kjo është diferenca. Ndaj dhe Allahu xhelle xhelalu na ka mësuar që nëpërmjet edukatës që i dha të dërguarit Zotit, të kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej hasedit në mënyrë të vazhdueshme. Ndaj dhe thot në një hadith të tij profeti alayhi salatu wasalam, hasedi i djeg të mirat, veprat e mira, ashtu sikurse zjarri i djeg ato drut e thata. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: dabba ilaykum da'ul umami qablakum al-hasad wal-baghdha hiya al-haliqa la aqulu tahliqu ash-sha'r walakinaha tahliqu ad-din والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أنبئكم بما يثبت ذاكم لكم أفشوا السلام بينكم. Në mesin tuaj do të përhapen dy shkatrimtar, të cilët janë si qethja. Nuk them thot se ato të qethin flokët e kokës, e të ruajnë flokët e kokës, po ato të qethin fenë e besimin. Për që e kanë shumë të rrezikshëm. Ata të qethin thot fenë dhe besimin. Hasedi, smira dhe urrejtja. Kur këto dyja ushqehen, shikoni domethënë se çdo prodhojnë vetëm shkatrim në tokë. Hasedi prodhon ushqen urrejtjen, vetëm se ushqen atë, e ushqen sa më shumë, derisa njeriu nuk kontrollon më asnjë ndër veprimet e tij. Pash atë në dorën e cilit është shpirti im, nuk do të hyni në xhennet pa besuar. Pra xheneti nuk është pronë askujt prej nesh, krijesa e Allahut, nëpërmjet të cilës do të shpërblejë robërit e tij besimtar, Zoti na mundsot ta mbyllim jetën si tillë. Nuk është se kemi vulën për dikën, por aty nuk futet vetëm sa ai që beson Allahun. Me të gjithë dashurinë që mund të kemi për krijesat e Zotit, cilat do qofshin ato, qofshin dhe familjarët tanë, nuk kemi bileta për t'i futur në xhenet sipas endës tonë. Ndaj nuk do të futeni në xhenet do të pabesuar dhe kur nuk do të besoni pa gëzuar dashuri, afrimitet me njëri tjetrin. Aty ju tregoj se si mund ta realizoni thot një dashuri të tillë, afshu selam bainakum. Përshëndetuni me selam me njëri tjetrin. Selami, kjo lutje, përshëndetje e banorëve të xhenetit, e cila ashtu siç lutemi për tjerët, na ul unin tek vetja, na ushqen dashurinë për Allahun, dashurinë për krijesat e Allahut subhanahu wa taala, por në të njëjtën kohë bën një veprim shumë madhështor për hap qetësinë tek të tjerët, për hap paqen, duke ndjerë tjetri afrimitet, ai do të gëzojë një qetësi, bëhet shkaktar i qetësisë. Rikthehemi tek hadithi i profetit alayhi salatu wassalam ku thot wat-takathuru wat-tanajush. Shumimi ose kërkimi për të pasuruar sa më shumë dhe pa kriter. Të kërkosh të pasurohesh pa kriter, çfarë do thotë?
wat-tanajushu fi dunya. Thot aq sa të përdorësh hile dhe truke të ndryshme në një lloj tregtie që quhet ndryshe, dëshiron t'i ngresh çmimin një malli dhe përdor një shok tëndin, një të njohurin tëndin si manipulator, kur ti e shpreh si ankant dhe ai vjen dhe ngren çmimin, pra dikush interesohet për ta blerë dhe ky thot e marrun me kaq, ai në realitet ai nuk do të blej fare. Çfarë po ndodh këtu? Një mashtrim i drejtë për drejtë. Mirë po tjetri motivohet duke parë se pas kërkesë të shumë, mahnitet ofron çmim, jo vetëm më shumë nga ç'e meriton, po mund të marrësh diçka e cila nuk vlen asgjë. Njerëz që nga mëngjesi deri në darkë mund të thojë vllai. Ndoshta edhe emrin nuk ta din. Por din me të thonë vlla. Kur ti thuash tjetrit vlla, duhet ndash synimet me të. E synimet që duhet t'i ndajnë vëllezërit është me kërku xhenetin së bashku. Jo ta praktikojmë fenë aty kur nuk na i prek interesat tonë. Por dorë më dorë ta ndërtojmë xhenetin tonë në këtë dynja. Dhe gjen që vllai, shprehja e parë, vllai, mrapa ke mashtrimin, rujna Zot. E ke mashtrimin me një herë. Ku është fa i fesë këtu? As pa. Njerëz të cilët nuk kanë ditë se si të pinë ujë në burim. Allahu xhalla xhelalu e ka krijuar ujin, domethënë të kulluar që në burim. Mirë po kur ndërhyjnë faktorët dhe turbullojnë ato, edhe pse ishte i kulluar, nuk është më i tillë. Ndaj nderuarit e mi, kemi nevojë për njerëz të cilët kur thonë vllai veprojnë. Ja po t'jap një shembull konkret. Xhabir ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu anhu kishte një kafshë ose një kal për të shitur, e kishte ekspozuar në treg. Dhe i thot punojësit ti ose shërbëtorit ti, quaje çfarë duash. I thot merr dhe shite, ma shit me një çmim të mirë, po mos ma sill blerësin këtu. Shkon në treg, e sheh një blerës, një myshteri, i pëlqen shumë, mirë po çmimi ishte shumë i lartë. I thot lutem, thot ma ul negociata me të më kot. Thot atëherë të kërkoj një nder të fundit, sepse kali më pëlqeu, pra malli më pëlqeu. Më tako me të Zotin. Kush është pronari? Jo, thot ai, nuk e uli Zotit, domethënë ky është çmimi. Po të lutem, thot ai. Çfarë po humbet ti? Thjesht më tako me të. Dhe kur shkon ke Xhabir ibn Abdullah al-Bajali, e pasi e përshëndet, i thot ky sahabi i nderuar, o Xhabir, thot, kërkoj të më vlerësosh këtë kal, sa do e blije ti vetë. E supozojmë kish vendosur çmimin 500 monedhë, përcaktoje vetë çfarë dëshirosh. Sa do e blije, thot. Pra 500 ishte çmimi i fundit që ai kish vendosur për ta shitur atë. Xhabir thot 300. Atëherë më shit mua thot 300, pra pse po kërkon më shit 500, ndërkohë që vetë blen 300. Merë thot ta gëzosh. Paguaj parat. Kur u largua e pyet shitsi ose bashkëpunëtori i tij, po thot po pse më fliq me tjetrin, sepse unë i thash që ti nuk e ul atë. E vërtetë, nuk, po pse ja ule? Pa nuk e petha se çfarë metode përdori me mua. Më tha ti vetë sa do e blije? Po pse si theta 500? Po pra tha, po kjo e thëmja është me Allahun, ky sinqeriteti. Nuk ishte me kalin edhe me këtë myshterin, por me Allahun xhelle xhelalu. Ndaj që me Allahun subhanahu wa taala duhet me usjell ashtu siç kërkon Allahu me usjell me sinqeritet. Po dhe me krijesat e Allahut xhelle xhelalu duhet me vepruar të njëjtën formë. Aqulu ma tasma'un astaghfirullaha al-azim li wa lakum fa ya fawzal mustaghfirin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyhi al-mujtaba wa ba'd. E plotson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke thënë: "Wat-tahasudu wat-tabaghudu hatta yakuna al-baghi." Thot urrejtje smir, urrejtje derisa përfundon në zullum, padrejtësi.
Të përfundosh në zullum në padrejtësi të nderuarit e mi, do të thotë të zgjedhësh ku pozicionohesh në jetë. Në jetë kemi nevojë të zgjedhim. A do të jemi me ata të cilët pozicionohen për krah Rahmanit, Mëshiruesit, Allahu xhelle xhelalu, apo do të jemi me ata të cilët do të klasifikojnë veten e tyre për krah shejtanit mallkuar. Këtë Allahu xhelle xhelalu na e ka lënë në dorë. Ne jemi në ditë të veçanta, në ditë më të mira, në ditët që ka krijuar Allahu xhelle xhelalu të vitit, në ditë të cilat duhen shfrytzuar siç duhet shfrytzuar e gjithë jeta. Ne nuk e adhurojmë Allahun vetëm disa ditë, por janë disa ditë dhe disa sezone ku reflektojmë më shumë nga të tjerat ndoshta, dhe duhet të reflektojmë më shumë nga të tjerat. Ndaj besimtari duhet jetë në adhurimin e Zotit vazhdimisht, në mënyrë të vazhdueshme, vazhdimisht në adhurim të Allahu subhanahu wa taala. Çdo vepër e tij të jetë në adhurim të Allahu subhanahu wa taala. Si mund ta bësh këtë? Nëpërmjet niyetit të nderuarit e mi, duke vendosur me zemër, duke qetësuar vazhdimisht zemrën, duke ushqyer vazhdimisht zemrën. Shkon një person tek Imam Buhariu rahimahullah dhe pasi merr vesh se ish kthyer nga një udhtim tregtar dhe me vete kishte mall të konsiderueshëm, i thot Hoxh, a e ke ekspozuar mallin për tregti? I thot jo, akoma nuk e kam nxjerrë në treg, pra s'kish vendosur çmim. Nëse nuk i ke vendosur çmim, me këtë çmim do ta blija unë, thot ky. Inshallah flasim, thot Imam Buhariu. Deri këtu fetarisht nderuarit e mi, është vetëm diskutim. As nuk ishin rënë dakord, as i gjë. Të nesërmen, imami i nderuar do e nxjerrte mallin në treg. Mirë, po para se ta ekspozonte, domethënë, i shkon dikush dhe i thot Hoxh, kam marrë vesh që i e kthy nga udhtimi dhe kishe mall të mirë, domethënë këtë radhë, po thot inshallah përpiqemi. I ofron 2 fishin sa kishte ofruar ky i pari. Mos e nxirr hiç në treg, thot, se ta blej unë me këtë çmim. Allahu ta shpërblet, po e kam shit. Po ku është shita Hoxh, sepse të pyeta që parë dhe më thej që nuk e kam ekspozuar akoma në treg. Them të drejtën, tha, dje më erdhi filani. Pra ishte njeri i njohur. Më erdhi filani tha këtu. Dhe më propozoi këtë çmim. Pra ishte gjysma e asaj që ofronte ky. Po a ran dakord, tha Hoxh, domethënë? Jo, nuk është se ram dakord, tha, nuk thash as po as jo. Por këtu në zemër e vendosa për po. Dhe unë nuk du ta prish niyetin tim për diçka që nuk vlen nga pasuritë e kësaj bote. Ky është sinqeriteti me Allahun subhanahu wa taala. Ky sinqeritet nuk kërkohet vetëm në disa gjëra të caktuara, por kërkohet në gjithçka. Kërkohet kudo, të të shoqëroj kudo. Ky sinqeritet është ai i cili të shpihen në xhennet. Ky sinqeritet është ai i cili të shkakton mëshirën e shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala. E një ndër gjërat e mira dhe më të mira me të cilat kurorëzohet ky 10 ditësh është dhe dita e Kurban Bajramit. Ditë ku profeti sallallahu alaihi wasallam thotë, vepra më e mirë, të cilën e vepron njeriu në ditën e Kurbanit, është therrja e Kurbanit. Gjaku i cili derdhet. Ka nevojë Allahu për mishin e për gjakun tonë. Allahu të përgjigjet në Kur'anin e tij famlar dhe thotë, lejena lillahi luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tek Allahu nuk arrin as mishi i Kurbanit, as gjaku i derdhur, por tek ai arrin kush? Devotshmëria. Çfarë pas ka nevojë kjo ditë? Krahas një kurbani fizik, pas ka nevojë që ti të therrësh egon tënde. Pas ka nevojë që ti të lirohesh në veten tënde, ta rjepësh, ta çirrësh lëkurën e cila nuk i përket kësaj feje. Gjërat e cilat nuk janë prej kësaj feje. Edukatat e cilat nuk gjejnë vend në këtë fe. Pas ka nevojë ta përhapësh të mirën me të gjithë të tjerët. Të jetosh të mirët e dynjas me të gjithë të tjerët. Të mos bëhesh koprac, por të kërkojsh xhenetin në cilin ka çfarë syu nuk ka pa, çfarë veshi nuk ka dëgjuar dhe çfarë mendja e njeriu kurrë nuk e ka imagjinuar.
Kurbanit nderuar të mi, profeti sallallahu alaihi wasallam kur ka folur për të, ka thënë se në çdo qime, në çdo fije të leshit të kurbanit e ka nga një sevap. E ka nga një sevap. Vallë, thjesht për të qenë diçka fizike, jo i nderuari. Kur burimi i tij vjen prej halallit, kur e ka halallikun që në fillim dhe deri në mbarimin e tij, ne kemi nevojë të bëhemi më të mirë me Allahun për veten tonë, të ndryshojmë në shoqërinë tonë. Ti nuk mund të ndryshosh shoqërinë nëse nuk je i gatshëm për të ndryshuar stilin e jetës tënde. Ti nuk mund të përmirësosh gjendjen ekonomike të dikujt nëse nuk je i aftë për të kontrolluar dhe menaxhuar burimin e të ardhurave tua. Ti kurrë nuk do të jesh i mirë nëse disa njerëz i ke gëzuar, disa nëna mund i kesh lumturuar, por me dhjetra dhe qindra të tjera qajnë dhe drejtojnë mallkime tek Allahu xhelle xhelalu për pasojat e veprimeve tua. Ndaj këto janë ditë reflektimi, këto janë ditë ku duhet shtojmë pendimin tek Allahu xhelle xhelalu, këto janë ditë kur duhet mendojmë se vetëm një vdekje në ndan nga takimi me Allahun, nga takimi me mëshirën ose ndëshkimin e tij. Ndaj jeton këtë botë sikur ti je vetëm ti që do të përgjigjesh. Zoti xhelle xhelalu do ta pyes gjithë se i cilin dhe do ta marrë në llogari për sa ka patur në veten e tij. Ndaj dhe profeti alayhi salatu wasalam në çastet e fundit të jetës së tij porosiste e thonte: "Kini frikë Allahun dhe ato që i keni amanet, i keni në veten tuaj, duke nisur domethënë me familjen e kështu me radhë. Pra kini frikë Zotin." Është shprehja më madhështore, është shprehja e cila duhet na shoqërojë vazhdimisht. Jo një shprehje nëpërmjet të cilës abuzohet, jo një shprehje nëpërmjet të cilës provokohet, jo një shprehje nëpërmjet të cilës njeriu domethënë arrit në një gjendje ku kemi dhe hatërmbetje. Kur çdo që me ta thon ki frikë Allahun, reflekto Allah, mos u fut tek qëllimet e tjetrit. Mos u fut tek qëllimet e tjetrit. Ndaj kanë thënë sa i besimtari ka dhe hased, ai besimtari ka dhe mendimin e keq para gjykimin. Por kush është diferenca e besimtarit me jo besimtarin, ose atë i cili nuk ndan në njëjtën rrugë, se në hased ai nuk e shpreh, por e mban thellë në zemër jo duke u shyer këtë hased, por duke u përpjekur për ta groposur e për ta varrosur atë përfundimisht. E kur bëhet fjalë në mendimet e këqija, në ato që quhen ndryshe paragjykime, ai besimtari jeton me tolerancën dhe nuk heton rreth tyre, sepse e din shumë mirë se nëse do të nisë të hetoj një herë, 2, 3, do të bëhet vetëm dyshues në jetën e tij. Lutem Ty, madhnushmi Allah, na falë na mëshiro. Na bëj Zot Zot me moralet e larta të Hazretit Muhamedit alayhi salatu wassalam. Na bëj jetën të lehtë dhe na mundson Zot ta vëmë atë në shërbim të fesë tënde. O Zot, na furnizo prej hallallit dhe na bëj prej dashamirëve të Tij. Na largo Zot prej haramit, aq sa ke larguar lindje nga perëndimi, dhe na bëj prej atyre që urrejnë ato. Zoti i gjithësisë na përdor për mirë, na bëj përhapës të fesë tënde, përhapës të mirësive, përhapës të begative tua. Të lutem Ty, i madhnueshmi Allah, për çdo sëmurë Allah shëroje, për çdo stresuar, të munduar nga hallet e brengat e kësaj jete, Zot largoja. Për çdo person i cili nuk gjen zgjidhje dhe janë mbyllur dyert në tokë, Zot mos janë mbyll dyert e qiellit. Të lutem Ty, i madhnueshmi Allah, për çdo të pastrej, o Zot, strehoje. Për çdo të munduar nga borxhet, Zot, ndihmoje në shlyerjen e borxheve të Tij. Ndihmoj muslimanët anë mban botës, kudo që ata janë, kudo që ata ndodhen. E veçanërisht ato të cilët nuk gëzojnë liri, ata të cilët nuk gëzojnë stabilitet, veçanërisht muslimanët e Gazës, të Palestinës. E kudo të erdhet gjaku i muslimanit, kudo të rrezohet siguria e muslimanit. Të lutem Ty, i madhnueshmi Allah, mos lejo të bëhemi të padrejtë, mos lejo që veprimet tona të gabuara të triumfojnë mbi të drejtën e cila duhet sundojnë jetën tonë. Të lutem Ty, i madhnueshmi Allah, sikurse na mundsove të mblidhemi në këtë vend begat, me madhruar madhrinë Tënde, na mundso Zot që të gjithë bashkë me familjet tona,
Bashkë me të gjithë ata të cilët i duam dhe na duan për hatrin tonë të tubohemi dhe të mblidhemi në xhennetet e larta, në xhennetet e Firdaus. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. أشرقت نفسي بنور من فؤادي